Kryeministri Edi Rama e ka cilësuar si lajm të pabesueshëm, po 100% të vërtet, renditjen e Shqipërisë në vendin e parë në botë në National Cyber Security Index me 98.33 Një rezultat i tillë mund të jetë padyshim një tregues pozitiv për mënyrën se si Shqipëria ka ndërtuar kuadrin e saj institucional të sigurisë kibernetike, por mënyra se si kryeministri e interpreton këtë rezultat dhe mënyra se si ai ja paraqet publikut krijon një problem tjetër, ku një renditje në një indeks specifik po përdoret për të krijuar përshtypje në një fuqi teknologjike dhe kibernetike që vetë dhënat e paraqitura nuk e provojnë. Thelbi i çështjes nuk është nëse Shqipëria është apo jo e para në NCSI. Nëse indeksi e rendit Shqipërinë në vendin e parë me 98.33 ky është një fakt që mund të thuhet. Problemi është se çfarë mat realisht NCSI dhe çfarë përfundimi mund të nxirret prej tij. NCSI vlerëson kryesisht kapacitetet kombëtare të sigurisë kibernetike, që marrë në konsiderat elemente si ligjet, strategjitë, institucionet, strukturat e reagimit, programet e edukimit dhe mekanizmat e ngritur nga një shtet për sigurinë kibernetike. Pra, indeksi mat nivelin e përmbushjes së një sër kriteresh të përcaktuara për kapacitetet kombëtare të sigurisë kibernetike. Kjo është e rëndësishme, por nuk është e njëjta gjë me testimin e drejtpërdrejtë të sigurisë së sistemeve të një vendi në kushtet e një sulmi real, që koha e ka treguar disa herë se të dhënat e shqiptarëve kanë dalë në shitje. Me fjalë të tjera, vendi i parë në NCSI nuk është një certifikat që thotë se Shqipëria ka sistemet më të sigurta kibernetike në botë. Nuk është një test teknik që provon se infrastruktura shqiptare është më rezistente se ajo e Shteteve të Bashkuara, Gjermanisë, Francës apo çdo vendi tjetër. Nuk është gjithashtu asnjë matje drejtpërdrejtë e numrit të ekspertëve, nivelit të teknologjisë, investimeve, fuqisë së infrastrukturës digjitale apo aftësisë operative për të përballuar çdo sulm kibernetik. Dhe pikërisht këtu nis problemi me mënyrën se si po shihet ky rezultat. Një rezultat teknik i një indeksi është shkëputur nga metodologjia e tij dhe po përdoret si argument për një pretendim shumë të gjerë se Shqipëria tashmë është në majën e botës për sigurinë kibernetike dhe se pas sulmeve të vitit 2022 ka ndërtuar një sistem mbrojtës të një niveli që e ka kthyer vendin në model ndërkombëtar. Por krahasimi me tregues të tjerë ndërkombëtar tregon se realiteti është shumë më kompleks. Nëse merret Network Readiness Index, indeksi që vlerëson gatishmërinë dhe aftësinë e një vendi për të përdorur teknologjinë dhe rrjetet digjitale për zhvillimin e tij, Shqipëria renditet në vendin e 84-t, po në këtë indeks, Shtetet e Bashkuara ndërkohë renditen të parat në botë. Edhe në tregues të tjerë diferenca është e dukshme. Shqipëria është në tier 2 në Global Cyber Security Index dhe renditet e 62-ta në e-Government Development Index. Shtetet e Bashkuara janë në tier 1 në Global Cyber Security Index dhe renditen në vendin e 19 në e-Government Development Index. Kjo nuk do të thotë se NCSI është i gabuar, dhe se rezultati i Shqipërisë duhet shpërfillur. Kundrazi, do të thotë se secili indeks mat një dimension të caktuar, dhe se asnjë prej tyre nuk mund të përdoret për dhënë një përgjigje absolute për pyetjen se cili shtet ka teknologjinë, infrastrukturën apo fuqinë më të madhe kibernetike. Nëse një vend është i pari në një indeks dhe i 84-ti në një tjetër, kjo nuk është një paradoks, është rezultati natyrshëm i faktit se indekset matin gjëra të ndryshme. Por pikërisht kjo nuancë mungon në deklaratën triumfaliste të kryeministrit, sepse nga njëra anë publikut i thuhet se Shqipëria është e para në botë, ndërsa nga ana tjetër krijohet një lidhje e drejtpërdrejtë mes këtij pozicioni dhe pretendimit se vendi tashmë ka ngritur një mur mbrojtës që e bën të pamundur përsëritjen e një sulmi të ngjashëm me atë të vitit 2022. Kjo është një tezë që kërkon prova të tjera. Sulmi i kibernetik i vitit 2022 është padyshim një pikë e rëndësishme për të kuptuar zhvillimin e mëvonshëm të politikave të sigurisë kibernetike në Shqipëri. Pas atij sulmi, shteti shqiptar ndërmori masa dhe investime për forcimin e kapaciteteve të mbrojtjes kibernetike, por fakti që pas kësaj Shqipëria është ngritur në renditjen e NCSI nuk mjafton në vetvete për të provuar se çdo sulm i mundshëm ndaj sistemeve shqiptare ka dështuar. Pikërisht këtu duhet bërë dallimi mes asaj që një indeks tregon dhe asaj që një politikan pretendon se tregon. Rama thotë se sulmet nuk kanë rreshtur asnjë ditë, por se publiku nuk ka dëgjuar më për to, sepse ato kanë dështuar me sukses çdo ditë. Nëse kjo paraqitet si një fakt i verifikueshëm, atëherë duhet të shoqërohet me të dhëna konkrete. Sa sulme janë parandaluar, sa incidente janë zbuluar, sa tentativa janë bllokuar, sa sisteme janë testuar, sa raste kanë kërkuar rikuperim, sa kohë ka marrë reagimin ndaj tyre, çfarë tregojnë auditimet e pavarura, sa prej këtyre të dhënave janë publike.
Këto janë të dhënat që do të mund të tregonin nëse mbrojtja kibernetike shqiptare funksionon në praktik në nivelin që pretendohet. Pra, e tabelë renditje nuk mund të zëvendësoj këtë prova. Nëse një shtet pretendon se ka kaluar nga një mbrojtje e dobët në një mbrojtje shembullore, atëherë publiku ka të drejtë të di se mbi çfarë të dhënash mbështetet ky pretendim. Nëse sulmet kanë vazhduar siç thot kryeministri, por kanë dështuar, duhet të ketë statistika dhe raporte që e dëshmojnë këtë. Nëse arkitektura e re e sigurisë kibernetike është aq efikase sa pretendohet, atëherë performanca e saj duhet të mund të matet edhe me tregues të tjerë, jo vetëm me pozicionin në NCSI. Kjo nuk është përpjekje për të mohuar çdo progres të bërë nga Shqipëria, është pikërisht e kundërta. Një progres real nuk ka nevojë të zmadhohet për të dukur i rëndësishëm, se Shqipëria ka ndërtuar institucione më të forta, ka miratuar strategji më të mira, ka shtuar kapacitetet profesionale dhe ka investuar më shumë në sigurinë kibernetike. Këto janë arritje që mund dhe duhet të paraqiten, por ato duhet paraqiten ashtu siç janë, jo të zhndërrohen në një pretendim se Shqipëria tashmë është më e fuqishme teknologjikisht se vendet që kanë dekada investime, infrastrukturë shumë të madhe dhe kapacitete të jashtëzakonshme kibernetike. Një tjetër element i rëndësishëm që duhet të di publiku është mënyra e mbledhjes së të dhënave. Për Shqipërinë, në informacionin e paraqitur, përditësimet gjatë vitit 2026 shënohen me burimin Government Officials. Për Shtetet e Bashkuara, përditësimi i fundit është bërë më 3 korrik 2026 dhe burimi është Public Data Collection. Kjo nuk do të thotë se një rapal është vlerësuar padrejtësisht, as se rezultati i Shqipërisë është i manipuluar, por është një element metodologjik që duhet merret parasysh kur bëhen krahasime ndërmjet vendeve. Informacioni është mbledhur nga burime të ndryshme dhe është vlerësuar sipas metodologjisë së indeksit. Për këtë arsye, rezultati duhet lexuar brenda kufive të asaj metodologjie. Dhe këtu del edhe një tjetër problem i rëndësishëm, se NCSI nuk e certifikon Shqipërinë si vendin e parë në Europë për përdorimin e inteligjencës artificiale në mbrojtjen kibernetike. Një pretendim i tillë nuk mund të nxjerret nga një renditje e NCSI-s. Siguria kibernetike dhe inteligjenca artificiale janë fusha të lidhura, por nuk janë sinonime. Të kesh një kuadër të zhvilluar institucional për sigurinë kibernetike nuk do të thotë automatikisht se një vend është lider në zhvillimin apo përdorimin e inteligjencës artificiale për mbrojtjen kibernetike. Fuqia reale kibernetike e një shteti matet përmes një kombinimi shumë më të gjerë faktorësh, që janë infrastruktura teknologjike, investime, ekspertiza njerëzore, aftësia e institucioneve për të zbuluar dhe parandaluar sulmet, kapacitetet e reagimit, inteligjenca kibernetike, mbrojtja e infrastrukturës kritike dhe aftësia për të rikthyer shërbimet pas një incidenti. Në këtë kuptim, NCSI është vetëm një pjesë e panoramës. Të thuar se Shqipëria ka sistemet më të sigurta në botë, se ka fuqinë më të madhe kibernetike, se është më avancuar teknologjikisht se Shtetet e Bashkuara, është delir nga Rama dhe qeveria e tij. Problemi me propagandën nuk është se përdor një të dhënë të vërtet. Propaganda shpesh funksionon pikërisht kështu. Merr një fakt real, e shkëput nga konteksti dhe jep një kuptim më të madh nga ai që ka në të vërtetë. Edhe në këtë rast, rezultati 98.33 dhe vendi i parë mund të jenë absolutisht të vërteta, por nga kjo nuk mund të kalosh automatikisht në përfundimin se Shqipëria është një superfuqi kibernetike. Shqipëria mund të jetë e para në një tabelë, por kjo nuk do të thotë se ka kapërcyer SBA-n apo vendet më të zhvilluara në sigurinë kibernetike, teknologji dhe inteligjencë artificiale. Kur një renditje e vetme përdoret për t'u shitur shqiptarëve si provë se jemi bërë më të fuqishëm se Amerika, atëherë nuk kemi më të bëjmë me një arritje, por me manipulim të një fakti për propagandë politike. Me pak fjalë, Edi Rama thjesht po ju gënjen.